Jemi me Andi Belegun, menaxher general në Anem Real Estate, ku do të flasim për ndërtimin e employer branding dhe menaxhimin e talentëve në sektorin e real estate. Andi, përshëndetje, faleminderit që je sot me neve. Faleminderit shumë për flesin. Çu përkufizon employer branding në real estate apo në patundshmëri, edhe pse mendon që është bë kaq i rëndësishëm sot? Employer branding në sektorin e patundshmërive është shumë i rëndësishëm, pasi që koncepti employer branding nuk është vetëm mënyra se si rekrutohen agentët në sektorin në industrinë e patundshmërive, por është edhe mënyra se si trajtohen ata gjatë procesit punës. Këtaqëmëria të cilën ata e kanë gjatë procesit të punës dhe me rregullat e kompanisë. Prandaj është një pjesë shumë e rëndësishme e suksesit të kompanive të real estate, të patundshmërive në epokën digjitale, në epokën në cilën po jetojmë. Çka bën një kompani tërheqëse për një agent të mirë, për shembull, ose për mu bo një agent më i mirë? Agentët e patundshmërive i kërkojnë 3 elemente kryesore. Kërkojnë një kompani e cila ka fitim të mirë dhe ju ofron fitim të mirë. E dyta është një kompani e cila ju ofron kanalet marketingu të mira, dhe e treta është një kompani në të cilën ekziston një kulturë e besimit, një kulturë e mirëbesimit në bashkëpunimin të cilën e kanë agjensioni këtë rast me agentët. Këto janë 3 elemente kryesore të cilat e bojnë shumë të rëndësishëm mënyrën se si rekrutohen dhe si trajtohen agentët e patundshmërive, dhe janë 3 elemente në të cilat secili agjensioni patundshmërive duhet të ketë shumë kujdes, ashtu që të garantoj sukses për agentët të cilët i rekruton. Kemi parë që kohëve të fundit edhe Anem Real Estate, por edhe shumë agjencione të tjera i promovojnë dhe i përkrajnë edhe publikisht përmes rrjeteve sociale sot agentët e tyre, edhe sigurisht edhe i shpërblejnë për të arriturat që i kanë bërë në një kohë rekord. A vlen kjo edhe për juve? Natyrisht është shumë e rëndësishme që të ndjehen të vlerësuar. Po, natyrisht që ndjehen të vlerësuar, edhe është shumë e rëndësishme që të ndjehen të vlerësuar, pasi që suksesi i një agjensionit patundshmërive varet nga suksesi i agentëve të tyre. Prandaj përdorimi i agentëve në marketing dhe krijimi një profili të agentëve të patundshmërive si fytyra të patundshmërive në atë region të cilin e përfaqësojnë është shumë i rëndësishëm dhe e garanton suksesin si të kompanisë ashtu edhe të agentëve. Është shumë e rëndësishme me u kuptuar që të jesh agent i patundshmërive nuk është një punë të cilën e bën prej orës 8 deri në ora 4 dhe e mbyll. Është një profesion i ngjashëm si me profesionin e mjekut, me profesionin e zjarfiksit, është një profesion që gjatë gjithë kohës duhesh me qenë në shërbim, në gatishmëri edhe në shërbim të klientit. Kur flasim për vlerësimin e një punonjësi, flasim jo vetëm për një postim ose për një fjalë të mirë, por janë edhe komisionet që i motivojnë ata shumë për me bo punën hala më mirë. A krijon sistemi me komision më shumë performancë apo më shumë presion tek agentët? Varet nga cili ndëshojmë. Natyrisht, sistemi... Mundet edhe të dyjat me qenë, apo jo? Janë të dyjat, në realitet. Është presion, për shkak që pagat në sektorin e patundshmërive varen 100% nga puna e agentit, prandaj është shumë e rëndësishme që ata me punu në raport përfitimit të material të cilin e marrin. Por në anën tjetër është edhe një motivim më i madh, për shkak që në sektorin e patundshmërive agenti mundet me fitu aq sa don. Nëse është një agent i cili ka kriju një rrjet të klientëve, ka kriju një rrjet të bashkëpunëtorëve, mundet shumë lehtë me i arrit ato targetet cilat vendosen dhe mundet me arrit me marrë një pagë relativisht të kënaqshme për tregun krahasim me sektore tjera. Si ndërtohet ande një kulturë organizative që i mban njerëzit të angazhuar më afatgjatë? Përmendëm më herët që agentët zakonisht ose secila kompani ka dëshirë që të ketë agent për një kohë më të gjatë, jo të hyjnë të dalin vazhdimisht, sepse pastaj humbet ai koncepti employer branding. Çka i bën njerëzit të jenë më afatgjatë brenda kompanisë, cila kulturë dhe çka keni bërë ju saktësisht në këtë drejtim? Ne si kompani jemi munduar që kulturën e kompanisë tonë ta ndërtojmë ditë pas dite, dhe mos ta ndërtojmë vetëm me disa rregulla të shkruara, të cilat duhet me u respektu, për ndryshe pason një dënim i përcaktuar. Ne kemi investuar shumë në teknologji, në marketing, në ngritjen profesionale të agentëve, ashtu që ata të jenë gjithmonë pjesë e kompanisë sonë. Është shumë e rëndësishme që agentët të kuptojnë që nivel
vend i përshtatshëm për me ushtru veprimtarinë e patundshmërive, është një vend i cili të lejon që të ngritesh në raport me kompaninë. Nëse ngritet kompania, ngritet edhe agenti. Prandaj ne përpiqemi dhe anasjelltas natyrisht, dhe ne përpiqemi vazhdimisht që t'i lirojmë agentët nga këto rregullat e shkruara dhe të ju japim sa më shumë hapësirë që të krijojnë mundësinë e tyre të punës dhe metodën e tyre të punës. Edhe një element shumë i rëndësishëm është, po kthena prapë te ajo që e thash në fillim, është shumë i rëndësishëm besimi i cili ndërtohet mes agentit edhe kompanisë. Është shumë e rëndësishme që kur kërkohet një vend i punës në sektorin e patundshmërive të shikohet profili i kompanisë, njerëzit që paraprakisht kanë punu në atë kompani ose punojnë në kompani të konsultohen edhe të shohen, për shkak që komplet transaksionet edhe në raport me klientin, po edhe në raport të kompanisë me agentin ndërtohen mbi një besim i cili duhet jetë shumë i rëndësishëm dhe i krijuar në formën më të shëndetshme të mundshme. Për fund, roli i agentit të patundshmërive po transformohet dita ditës, jo vetëm një shitës tradicional i pronave apo edhe objekteve çka do qoftë, po bëhet një këshilltar i besueshëm për klientin. Trego, a e mbështet kompania juaj këtë zhvillim? Natyrisht, na para se me qenë shitës të pronave jemi këshilltar të klientëve. Ne kemi një numër shumë të madh. Orari pa orar. Normal. Na kemi një numër shumë të madh të njerëzve të cilët kontaktojnë me agentët tonë ose me menaxhmentin e kompanisë në mënyrë të lirshme për të marrë këshilla për hapin e ardhshëm që duhet ta marrin në investimin e parave të tyre. Të investoj, çka të bëj, ku të blej, ku të fres? Natyrisht, ne si kompani e njohim tregun, edhe për atë arsye jemi shumë të hapur edhe për më shumë se shitës të patundshmërive jemi këshilltar të klientëve, pasi që ne vendimi i mirë në sektorin e patundshmërive sot është një ardhmë shumë e mirë. Edhe është benefiti dyanshëm. Po është benefiti. Një vendim i mirë i përbashkët, fitimet e përbashkëta. Për shkak që për neve në momentin shkojmë atë teorinë që once a client always a client. Do të thonë momentin që një person vjen për herë të parë në kompaninë tonë, nuk është aty vetë sa për me kry një punë, po na mundohemi që me mpajt klient gjatë gjithë periudhës jetës e gjithë transakcion me patundshmëri ta kryejnë nëpërmjet ekspertizës, agentëve dhe të agencionit. Andi, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Suksesi juve. Faleminderit.